الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة يمي me hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabu Al-Mufrad, hadithet të cilat I ka veçuar për edukatën e besimtarit. Mirë, po të gjitha këto edukata I ka bërë që të merret nga një burim I vetëm dhe jo shpallja e zbritur te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj vazhdon Imam Buhariu me kapitujt e zullumeve dhe padrejtësive. Ndër karakteret më të liga është karakteri I zullumçarit, karakteri atij I cili bën padrejtësi. Andaj edhe besimtarit nuk I takon me bëu padrejtësi, nga se padrejtësia është ndaluar në të gjitha sheriatet e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Andaj hadithin e bazë që e ka sjell për ndalimin e padrejtësive është fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ittaqu dhulma, ruhuni prej zullumit. Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, sepse zullumi ditën e kiametit do të jetë errësira të mëdha, do të jenë të merret të mëdha ditën e kiametit. Andaj vazhdon Imam Buhariu për të sjell hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam që na tregojnë neve dhe na mësojnë neve dhe na udhëzojnë neve që ne të kemi frikë për zullumit, të ruhemi për zullumit, nga se zullumi të ndërua vëzër është gjëja më e frikshme në llogaritin e kiametit. Gjëja më e frikshme pas shirkut është zullumi ditën e kiametit, nga se ka të bëjë me hakin e tjetrit, e tjetri e ka të drejtën e vet për mos falje dhe mos bërje halal. Andaj kur e kanë pyet Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, sikur që ka transmetuar Imam Buhariu në Al-Adabu Al-Mufrad, në hadithet e radhës nga Mesrukun nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, se e kanë pyet cili është ajeti më përfshirës, cili është ajeti që më shumë të mbledh halalin dhe haramin, e mbledh farzin dhe të ndaluarën. Çfarë ka thënë? Ka thënë është ajeti në surën An-Nahl që na e lexojnë çdo xumë. Kur e përfundojmë hutbën e lexojmë atë ajet, I cili ka të bëjë me drejtësinë. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu urdhron me drejtësi. Allahu e do drejtësinë. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam po I gjikonte disa raste dhe I gjikonte me drejtësi dhe fliste me drejtësi. Edhe thanë jehudit disa prej tyre, me këtë drejtësi e mban Allahu qiellin dhe tokën. Me drejtësi mban qiellin dhe tokën. A shikoni të nderuar xhamatli çish na ka kapë keqja? Nuk ka ditë që ti nuk e hin Facebook apo në rrjete informative vetëm lexon filani ka na vrarë, filani pa vrarë filanin, filani pa akcipi balkonit, ai tjetri pas ka bëu këtë keqe, ky tjetri kështu. Çka janë këto për ditë lajme të liga, për ditë maskaralloqe? Si ka mundësi një shoqëri ku thirrët ezani Allahu Akbar, çat shoqërime ndodh këtë të këqija, çat shoqërime ndodh këtë të këqija, këtë shoqërime ndodh gjithë këto vrasje, gjithë këto vjedhje, gjithë kjo egërsi. Inna Allaha ya'muru bil adl, Allahu urdhron me drejtësi. Duhet ta mësojmë drejtësinë. Ne nuk lindim me këtë drejtësi, duhet ta mësojmë. Duhet mu nal para ajeteve, para haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se nëse nuk e mësojnë, kemi bëu zullum. Andaj thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala, njeriu për nga natyra është I padijshëm. Innahu kana zaluman jahula, ai është I padrejtë dhe ignorant,
Andaj duhet mësohet me ilm. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Duhet ta mësosh se nuk ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut te bareke ve teala. Duhet ta mësosh drejtsinë, tu mësosh evladëve. Kur ta shefsh edhe mrena evladi, dy evlad të tu, kur ti bën njëri zullum, thuj mos i bën, kjo është zullum. Kjo është zullum, kjo pa drejtësi. Allah nuk e do pa drejtësinë, Allah e do drejtësinë. Për hap në drejtësinë, për hap në qetësinë, nga se ku ka drejtësi ka qetësi. E ku ka zullum, shikon njerëzit, frigohen nga hija e vet, frigohet nga gjithçka, s'është për hap zullumi. Është për hap zullumi, derisa ka ardhur hadithe. Kur ta ndaloni urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, ju keni miqu durt ka Allah me bë dua, Allah i sopranon. Na umitëm të bë dua. O Allah largoj zullumin, o Allah largoj këtë keqe, largoj gjunat, nuk largohet, sepse vet nuk urdhërojmë në të mirë, vet nuk dalojmë nga e keqja, nuk e zbatojmë vet shariatin e Zotit xhelal, shpirtet tona, fen Allah, shpirtet tona nuk e zbatojmë. Si ka mundsinë sokak, el mahall mos zbatu, s'ka mundsi qytet e mos flasin në nivele më të larta. Për këtë arsye, Allah inna Allah ya'muru bil adli, Allah urdhëron me drejtësi, wal ihsani, edhe me pamirësi, wa dhil qurba, wa itai dhil qurba, dhe mi dhan akrabajës, me marrë lidhen farefisnore, wa yanha anil fahsha. Allah ndalon nga zinaja, nga moraliteti, amoralitet, nga e keqja e cila nuk ka normale, wal munkar, dhe gjërat liga, gjërat prishta, wal baghi, dhe padrejtësia. Allah e ndalon padrejtësinë. Dhe vini re, fillimi ajetit me fundin ajet, inna Allah ya'muru bil adl, edhe në fund prapë ka ndaluar zullumin. Pra urdhon me drejtësi, ndalon nga zullumi, nga se kjo është shtylla që e mban një shoqëri. Ya'idhukum, Allahu po ju këshillon, la'allakum, ndoshta ju keni më marrë mësim. Po këtë arsye të nderuar xhamarli, i ka sjellë këtë hadith Imam Buhariu për të na treguar neve se gjëja më e shëmtuar në këtë tokë që na jetojnë na zullumi. Mos ban një zullum që tu e ban, keq shoqëria e pagun. Një zullum që t'je bëhet, që t'je ti duket se në pazar kur gjo nuk e dim çka të bëhet. Vallahi që zullum çka bëhet, keq shoqëria e pagun. Një zullum që bëhet në shkollë, keq shoqëria e pagun. Sa i zullumi kur të bëhet të shkolla, ta bet e evladi, ai evladi ku e ka marrë ata? Ç'a ti e ka marrë? Zullumët janë të ndërlidhur njëra me tjetrën, jeta e ndërlidh njëra me tjetrën. S'kemi mundësi me shkoput, jemi në anije. Kështu e ka përshkruajtur pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ai lajna në anije me prish dikon anije. Nëse na di kanë shofna, do me e qa anijën, edhe jena kitë në anije. Nëse ti në aeroplan, edhe shenjonin, do me e godit gjamin, dhe ti e di pasojer. A thu puna këtina, kine ta qeli dritarën e vetë. Jo, me dritarën e ati shkojnë ketë. Me dritarën e ati shkojnë ketë. Nuk ka vesh dritarën e atina. A i dritarën e ati janë ndalu me kretë, as njani s'guzo me bo zullum, sepse zullumi ati e paguj edhe one. Pa këta shik kështu janë edhe gjunat, këta shik që të bo zullum, edhe gjunat i kushtu i molla. Mos e kena me pakujt këtë, mos ban zullum, mos ban gjuna, mos ban padrejtësi. Për këtë arsye, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Do të bëhen padrejtësit dhe zullumet derisa njerëz do t'i lejojnë mahremët e veta, të ndalumet e veta. Gra që i kanë ndaluar me mahrem, kam i bë halal. Dhe çfarë? Dhe do t'i shkelin të drejtat e Zotit subhanahu wa taala. S'ka me këshira më është e lejuar apo ndaluar? Bema thot. Bema nuk ka garanci, ju ka fiksu njerëzve. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin që ka thënë Buhariu nga Abi Dharr radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberi alayhis salatu wassalam duke thënë në hadith qudsi, thot Allahu subhanahu wa taala, o robët e mi, unë vetës time e kam ndaluar zullumin. Vetës time e kam ndaluar zullumin. Kit atë kudret që ka e ka Zoti, kit atë pushtet që ka e ka Zoti. La yusalu amma yafal, kur kush se merr Zotin llogari çka bone. Wa hum yusalun, a njerëzit merren llogari. Allahu s'merr llogari, ja ka bo zullum vetës, ja ka bo zullumin vetës haram. Haram e ka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Zoti kur kujt si ban zullum. Wallahi ta dish që çfarë risk ka çu Zoti. Çka janë më e mira për ty. S'ka bo zullum. Nuk t'ka bo zullum. Krejt çka ti ka çu Zoti janë tuat. Çka do që ti lakmon te huja, ajo zullum, sa e jotja ajo. Kjo quhet zili, kjo quhet zili. Apo andaj, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fela të dhalemu. Edhe mes juve e kun bo haram zullumin, mës bëni zullum dhe njëri tjetrit. Shiko Zoti, nëse të kish bo zullum, kujt ju kish janë kuë? Kujt ju kish janë kuë? Zoti s'ban zullum. Po e supozojna, sa Allahu gjithat, unë ja kun bo haram vetë zullumin. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, se prej medhhebit të ehli sunetit dhe xhamatit është se ne besojmë se Zoti mundet me bo zullum, po zban zullum. Ai mundet me bo, po zban. Apo
mirë, nëse të kish ban, kujt ju ankosh? Kujt ju ankosh? Sikur që tha Sufjan Thauri rahimahullah, kur të prishet dietari, edhe prishet hoxha, runa zot, ku e merrni modien? Kur ai çka do të më ndrejsh, nuk ka rregull mo. Ku e marr modien? Apo ku e marr? Për këtë arsye, kur për këtë arsye, nëse Zoti kish bë zullum, a kish mujt me mor dikush llogari? Jo, por Allah ja ka bë vetes haram zullumin. Vetes ja ka bë haram zullumin. Sikur që ja ka bë obligim do gjëra vet. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar se Allahu ja ka bë obligim vetes këta dhe këta prej punëve. Allahu ja ka bë vetes obligim. Edhe neve na i ka bë obligim drejtësien dhe na ka ndalu prej zullumit. Andaj mos haroni, këto çija që janë të ndodh, këto fesade që janë të ndodh, këto janë si rezultati i zullumit. Këto janë si rezultati i padrejtësive, të cilat për të cilat na nuk e ngrejmë zanin. E pastaj kur të na ndodhe neve, kur kush se çon zanin. Sikur të qisë se qove, e sheh një të udjek, tu shkrumu, tu bë zullum, tu shkel, i sheh i nin kretit. Edhe thu, unë e punën teme. E atë ditë ku të vene puna jote, kur kush ka me që zanin. Sepse as ti se ki që zanin, kur në dikujna. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ju kur ta ndaloni urdhrimin nga të mirë dhe nuk ndaloni nga e keqja, ju keni me që zanin, më thani, o Zot shumë keq u ka bo, o Zot po vra njerëz, o Zot po bojnë zina, o Zot fela yustajabu lakum. Po ti se çoj se zanin, pse më të përgjigj ti? Po këtë arsye të ndëruar, xhamarlit të ndëruar vëllezër, ti mësojmë vetët tona me drejtësi, ta shtypin egon me drejtësi, edhe pse ta kana egoja, nalu, edhe pse nefsi e lip, nalu, so e jotja, do ndikan me nënshmu, do ndikan mi bo zullum, ki mundësi, ka mundësi për momentin e kini status, e kini kompetencë, e kini ekzekutiv, mos se ka me të ardh dita e s'ki ku mu angue. Nga se nga ka tregu Allahu Gjelalu se ditën e kiametit kanë me kajt gjak, kanë me kajt me të madhe banorët e xhenemit e zullumçarët. Allahu Gjelalu thot, fala tukellimun, mos gaboni me më fol, hiç mos më fol, hiç nuk e. Allahu Gjelalu as që i këshir bile, se kanë bo zullum. Andaj, një ndër shtyllat e shariatit Zotit, e fesë islame, e asaj që e ka zbrit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është që mos të bëhemi zullum ndërmjet veti, mos e shkel kërkan, as një dinar më shumë mos ja merr, as një dinar më shumë mos ja merr. Kështu ka thonë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, Allahu ju jep bereqet njerëzve në tregti kur janë të lehtë. Hajt s'ka lidhje thot për pak, apo ama na pa pak ka vetja. A për ka tjetri, për këtë arsye, të gjitha këto hadithe që i shtjelluam dhe i shpjeguam dhe i elaboruam në mënyrë të detajshme, argumentojnë se nuk ka qetësi pa drejtësi. Nuk ka qetësi pa i quë hakën venin e vetë. Sikur që tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa, si cili çka e ka një hak, jepja hakin e vet. E lutim Zotin e Madh, që Allahu zemrat tona nga zullumi ti pastron. Mos shef Allahu zemrat tona anim nga padrejtësia, anim nga ta padrejtët. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu na mundson mu udhëzon nga libri i Allahut, nga suneti Muhammed Mustafas alayhis salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu mos na ban për atyre të zot e shkelim dikan, i bëjmë padrejtësi dikujna, e na zën kamën ditën e kiametit. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, në këtë ditë xumaje, ditë ku pranohet duaja, krejt ata besimtar që janë të shkelt, e janë të sulmum, e janë të dëbum, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i përkra, Allahu t'i jep sabër, Allahu t'i jep forcë. E këtë ata që ka bojnë zullum, e bojnë krim në tokë, e bojnë fesad në tokë, Allahu krimin e tyre në bord të tyre t'ja u dërgon, ja Rabbal Alamin. Këtë ata që e ndihmojnë zullumçarin, edhe e ndihmojnë pa të padrejtin, Allahu bashkë t'ja u çon zullumin në bord të tyre, ja Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu ta pason nga të gjitha gjunaat. E lutim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhel xhelalu na shikon me rahmetin e vet, e mos na trajton me drejtsinë e vet. Lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu na mundson me jetu me islam dhe me dhënë shpirtin me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.